Përshëndetje Aldo, dhe intervista tona nuk mund të mungon të intervista ndaj teje. Si po të duket konferenca? Në radhë të parë dua të të falenderoj ty për prezantimin e shkëlqyer, emocione të cilat ndikojnë pozitivisht edhe në përsjelljen e emocioneve tona tek njerëzit që kemi ftuar. Të përgëzoj, nga krau tjetër konferenca më duket e realizuar shumë mirë, ambienti më duket i goditur dhe falenderoj anëtarët të bordit që e përzjodhen si ambient. Më duket një destinacion shumë afër qendrës Tiranës dhe lehtë i aksesueshëm për persona të cilët në radhë parë ata janë më të rëndësishme dhe për ata po bëhet. Nga krau tjetër, përzgjedhja e panelistëve që ishte në një gjendje ekselente, edhe më pëlqen shumë fakti që njerëz eloquent të përfshirë në institucione të ndryshme, të kategorive të ndryshme, përcjellin zërin e tyre në mënyrën e tyre për ta dëgjuar institucionet shtetërore rreth kauzave tona. Por mbi të gjitha sot është një ditë feste, uroj të gjithë shqiptarët gëzuar festën e pavarësisë. Gjithashtu uroj dhe iranianët, të cilët tashmë Shqipëria i është bërë si adheu i tyre i dytë dhe po gjejnë veten e tyre këtu, po integrohen dhe po zhvillohen në mënyrë sociale, ekonomike dhe për gjithë vitet që shpresoj të jenë të gjitha të bukura për këta iranian dhe për të ardhmen e tyre me familjet e tyre këtu në Shqipëri. Duhet të kuptosh diçka që iranianëve, Shqipëria i është bërë adheu i dytë sepse kanë patur një mbështetje nga një shqiptar. Një njeri që i ka hapur zemrën dhe unë falenderoj realisht shumë për njeriu që je. Faleminderit shumë. Përpiqemi që të bëjmë më të mirën edhe me ndihmën tuaj, me ndihmën e gjithëve. Faleminderit Alda. Faleminderit shumë. Intervistat të cilat ne zhvilluam sot dhe unë doja t'ju falenderoj të gjithëve që jeni pjesë e këtij aktiviteti dhe t'ju uroj të gjithëve gëzuar festën e 28-29 nëntorit.